Po mirë më kështu e perceptojnë budallaj. Unë i vekesi se të thashun mund veshësh i xhup? Jo, Mateo. A tu duk në gjë e keqe që ta thash? Mu nuk mu duke A tu duk në budallik? O, Mateo, si të mlon me foljëm, të thonë, në qofë se ti ma epë si këshill, edhe ma thumë mënyrë normale, pa i çu hund, unë e kuptoj edhe, dhe me thonë, e kom një konsiderat për ty, edhe marrë për bazë këshillën tëne. Po jo me desh, me bo debat, për këtë gja, kupton, se nuk je i dashur janë. Të doja të bëja debat, unë e kisha zjatë muhabetin që këtu. Nuk thoja bëj çka dushen e kaq. Doja me bë debat. S'kam dhënë as si përgjigje normale, as se kam bezdi fare si del në sfilat se e modele. O, Mateo, tash të lajmë këtë temë, se ka zova. Unë i pata 2 pika me t'i sqaru, po dënë me bë debat, jo grim, jo të grim jem ta, se po më bënë siklet, po ke koha shumë e vogël, edhe nga thanë shpejt me u bogati. Në qofë se ti këshe ne që aty ullën, edhe nuk të kisha këti, unë nuk moj edhe me u ly, edhe me fol me ty, edhe me u ly, edhe me fol me ty. Unë nuk deshta, okej, e kam bos se e kam pas përshtruar, e kam pas kohën, me nej sa du të grimi, kam nej 3 orë, kemi fol, kemi ballaf muhabet. Përderisa është një sfid, edhe kemi kohën, dhe me thonë, shumë të limitume, unë vesh të kisha i njëru, dhe me thonë ti kisha në gjatone, isha lyt kisha i njëru, edhe nuk deshta me ti njëru. Thash, Mateo, a ka mundësi se po më vënë sikletës, a din jam siklet, a me fol me ty, a me u ly, apo kuptan? Edhe thash, të lut, na thash se a ka mundësi thash, flasim masanej, edhe ti, i kishe që hund. Të në masanej për në shpi kishe që hund, dhe me thonë piqen hund për gjana pa lidhje. Po, gjana pa lidhje duke ty.